Okej, kështu që kjo mund të jetë le të themi si një hap i ndërmjetëm dhe në këtë mënyrë qytetari nuk rrezikon të taksohet me 15%, por mund të përfitojë nga regjimi i ri 5%. Tani, po, më thuaj. Asnjëherë për të qenë të qartë, nuk është ulur tatimi i transaksion pasuri paluajshme, po thjesht është vetëm një mundësi që ta rivlerësosh pronën me 5%. Nëse nuk do e rivlerësosh automatikisht me 15% tatim. A është pikërisht kjo që the tani, fakti që se ka shumë njerëz që pyesin që po mirë, unë që kam ndërmend ta shes tani vlerën reale, sepse çdo le të themi pronë shitet me vlerën reale të tregut dhe nuk mund të shitet dot poshtë çmimeve të referencës gjithsesi. Këtë vlerë reale unë e kam të përcaktuar në aktin e shitjes. Pse nuk do ishte më thjesht ndoshta që të bëhej akti i shitjes dhe automatikisht në momentin që lind detyrimi për le të themi palën shitse për të paguar atë tatimin në shtet, të merret në konsiderat 5% dhe jo 15%. Pra duket ndonjëherë sikur me këto procedurat e kapim veshin mbrapsht. Normalisht, nëse do ta bënim në këtë mënyrë, do të hiqnim mundësinë kujdo që do deshte të rivlerësonte pasurinë paluajshme, por mos ta shiste. Çfarë do ndodhte me ata? Kështu që prandaj vendosin një praktikë unifikuar. Rivlerësoni pasurinë dhe pastaj ose mbani ose shiteni u takon juve. Po jepet e njëjta mundësi të gjithë qytetarëve në të njëjtën kohë me të njëjtin proces. E kuptoj. Nëse qytetarët janë dhe kjo tregon që nuk është ulur tatimi, po thjesht është ofruar mundësia për të rivlerësuar me 5%. Nëse qytetarët janë të qartë pak a shumë sa është vlera e shtëpisë së tyre dhe sa mund të jetë ai 5% që do të jap shtetit, ka shumë njerëz që janë të paqartë, për shembull, për të gjithë këto aktet e tjera, sa mund t'i kushtojnë? Akti i rivlerësimit, noterizimi, regjistrimi në kadastër, pra këto zërat e tjerë, një shifër të përafërt, a e keni sa mund të shkojnë? Mesatarisht pak nga një vëzhgim shumë i shpejtë që kemi kryer, një rivlerësim pasurie, po themi kemi bërë një shembull për një pronë që vlen 200-250.000 euro. I gjithë procesi rivlerësimi me vlerësohet pasuri paluajshme, aplikimi nëpërmjet zyrave notariale, sepse mund ta bësh vetë në jubën tënde, po mund ta bësh edhe nëpërmjet zyrës notariale, dhe tarifa që vjen nga ASHK-ja, praktika e viteve të kaluara, e fushatave të kaluara ka treguar që jemi maksimumi në nivelin 200 euro. E kuptoj. Kështu që nuk është le të themi një shifër e papërballueshme. Kjo do të Kur po llogarit ato që ti kursen, nuk është një shifër e papërballueshme. Diku tek 100 euro është raporti i rivlerësimit, 50 euro është shërbimi notarial, po themi aplikimin e Albania dhe gjithë këshillimin tjetër, edhe diku tek 30 euro do të jetë tarifa e ASHK-s. Po kjo është për të parë në momentin që do dalë udhëzimi. Një shembull konkret që le të themi një mik në momentin që mori vesh që do të kishim të ftuar sot, ta të lutem pyet e zotin Pipiria për një rast konkret. Bëhet fjalë për ato apartamente që janë privatizuar rreth vitit 1992, ty të kujtohet, dhe që atëherë as nuk janë shitur dhe pak a shumë të blera le të themi me 25.000 lek, ndërkohë që sot mund të kenë një vlerë që mund të jetë edhe te 250.000 euro. Si u matet le të themi kjo koha, kjo periudha, nga 25.000 lekë e çmimi që kanë blerë në 92-shin deri te vlera e sotme, apo ka një prag të ndërmjetëm? Atëherë, po flasë për 25.000 lekë për metër katror, apo 25.000 lekë që... Jo, 25.000 lekë e privatizimit të 92-shit në total, jo për metër katror. Okej, në total. Okej, bom. Atëherë, ideja është e që në momentin kur ke një pronë të marrë në pronësi nga procesi privatizimit, do të shkojmë brapa në kohë. Ajo nuk ka një vlerë në kartel, por në moment që aplikon për proces shitje apo për rivlerësimi, merret çmimi i referencës apo kostoja e shfrytëzimit sipas entit kombëtar të banesave në atë vit. Që nëse s'jam gabim për pronat midis që marr nga privatizimi dhe deri në 93-shin, nëse s'jam gabim do të jetë një vlerë tek 260 euro, 250-260 euro për metër katror. Pra nëse shikojmë të gjithë udhëzimin e përbashkët të 2023-shit, por edhe çmimet, po themi kostot e shfrytëzimit sipas entit kombëtar banesave shkojnë në këtë nivel në atë kohë. Kështu që duhet bërë diferenca midis 250 euro për metër katror, vlera sot e tregut, total shumëzuar për metër katror që ka kjo pronë, herë 5%. E kuptoj. Nëse po themi që kjo pronë Nëse po themi që kjo pronë sot është 250.000 euro për 100 metra katror,
dhe kosto e shfrytëzimit si pasion kontrabandeser në vitet 91-92-93 ka qenë 250 euro për metër katror, që për 100 metër katror i bie 25.000 euro, 250 minus 25.000 euro është 225.000 euro. Herë 5%, kjo është shtatimi që do të paguajmë. E kuptoj. Një lajm i pak ditën. Mendoni sikur të ishte 15%. Mendoni sikur të ishte 15% sa do të ishte. Ka që diferenca kohore është mjaft e madhe dhe rritja e vlerës është mjaft e madhe, prandaj pata këtë kërkesë që ju të na sjeronit që ta kuptonim se sa do të ishte kosto që do duhet përballonte dikush, sepse ka shumë njerëz se edhe një sqarim. Po. Jo, është ideja që është e vërtetë që 15% do ishte më shtrenjtë, por edhe ai 5% që mund të jetë një vlerë që për disa nuk e kanë mundësinë që ta paguajnë. Ndaj. Po, patjetër. Dhe për këto prona, po themi për të gjitha pronat, faktikisht ka një koeficient amortizimi 1% për çdo vit vjetërsi, por kjo është për ato raste ku nuk arrin çmimin e referencës. Pra, unë po quaj që 250.000 euro është vlera reale në treg. E kuptova. Nëse një pronë nuk arrin çmimin e referencës për shkak të vjetërsisë dhe nuk është investuar, atëherë lejohet që të amortizojë dyshemen e çmimit fiskal. Pra, nëse prona të vlen 120.000 euro, vlera e referencës është 100.000 euro, por prona është 20 vite vjetër dhe realisht vlen 80.000 euro, i lejohet që të amortizojë 20.000 euro si diferenca me 180.000 euro dhe të tatohet për diferencën nga 80.000 euro deri tek vlera e fitimit të pronësisë. E kuptoj. Një lajm i pak ditën e parë lidhej me një vendim, nuk e di se kur ka dalë një vendim i tillë që detyron të gjithë ata që kanë firmosur një kontratë qeraje të notarizuar që të bëjnë dhe regjistrimin e kësaj kontrate në kadastër. Nuk e di